Territori shqiptar për datën 2 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, të cilat do të sjellin mod kryesisht të vrenjtur me reshje të dobta shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të paraqitet me vranësira të dendura në perëndim dhe reshje të lehta në veri, ndërsa pasditja sjell një situatë më të qëndrueshme me intervale kthjellimesh të shkurtra. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten 1 deri në 2 orë diell në disa prej zonave jugore dhe qendrore. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 2 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 2 dhjetor do të jetë në orën 6:41 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 14 gradë Celsius. Bera 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 3 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius.